Do të jap një informacion para prak. Tani ndoshta nuk kemi në atë kushtet kështu në zyra ngjëra, po neve nuk është se na intereson shumë, i bëjmë videot aty ku duam, aty ku gjendemi kështu live fare. Nuk kemi nevojë të sillemi ata që jemi. Gjithsesi, ajo që dua t'ju them unë, dini juve se kush përflitet që mund të jenë opinionistët e Prime-it Big Brother VIP Albania 5. No, sta aspettando. Ok. Se ma prishi videon qypi këtu. Edhe e dini ju se kush mund të jenë opinionistët në Big Brother VIP Albania 5 në Prime, le themi. Tani, e dim që gjithë që nuk ka lezet, për shembull, gjitha i format nuk ka lezet pa Arber Hajdarin si mashkull, okay? Nga gjinia mashkullore do të jetë Arber Hajdari. Do tjetë, do më thënë, si pas informacione, po unë pati gënjurë mua gjithi, e keni nga dhe ju keni eshtrën, por nuk ka lezet pa Arber Hajdari, normale, dhe besoj se duhet jetë, pa tjetër. Ndërsa ajo femër që flitit për që të jetë, është për folur Sara Gjordeni, për të qenë opinioniste, gjë që mua personalisht nuk është se më pëlqen shumë, me thënë të drejtën, ndërsa ajo që po përflitet më së tepërmi tani këto kohët e fundit, këto 2-3 ditë e fundit, le themi, 2-3 ditë para se të filloj Prime-i, është Monika. Do thonë juve kush Monika, Andrea? Nuk është Lubonja. Monika Kryemadhi. Kështu ka thënë, kështu kam dëgjuar. Unë të kërkoj ndjes Monika, në që ose të gjënë këtë video, po nuk është se ma dha mu trurje po e them në mitend, kështu më thanë, kështu po them, më thetë thash, lafe grash. Gjithsesi, është duket interesante të dëgjosh komentet, do më thënë opinionin nga Monika. Ka eksperiencë sa të duash, televizive, ka një bagazh plot për të folur, po nuk e din se sa javë do t'jetë kundrejt situatave të një reality show, se ka qenë oratore, ka komentuar e gjitha me radhë, ka folur shumë në për podiume, në për parlamente, po ndërsa reality show është ndryshe nga ajo e politikës. Nëse ngelet për të parë, kjo ngelet për të parë, se sa e vërtet është që ta shikojmë, të shtunën. Unë e zi po e pres, edhe kasti është goxha i bukur, më pëlqen dhe ata, do më thënë, besoj se i keni parë që ato që kam nxjerrë emrat që mund t'jenë. Kështu që në qoftë se nuk i keni parë emrat, i keni me foto këtu, në vend të Landit të Wisaj Family është Miri. Kështu që të tjerët që përfliten janë këta që ju shikoni të kjo foto këtu. Nëse me emra nuk ja u di, vetëm i foto me ka çuar, kështu. Di Landin, këtë Kiçon, Bajamin, kush është tjetra këtu? E janë ca, se ashtu ja. Ngelet për të parë, më shumë kurioz jam për nëse do t'jetë apo jo Monika, po do të më pëlqente po t'ishte. Nuk e di pse parandej që do ta kem si një burim për të komentuar Bikun. Dhe që Biku është i gjithi burim për të komentuar. Hajde, ciao, dale, ciao Rova.